Foshnja 18 muajshe shpallet pa jetë në Arizona, por zbulohet duke marrë frymë në morgun e spitalit. Një ngjarje e rëndë është raportuar në Arizona, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku një fëmijë 18 muajsh u gjeti gjallë në morgun e spitali disa orë pasi ishte deklaruar i vdekur nga një mjek pas një incidenti në pishinën e familjes. Ngjarja ka ndodhur në 8 shkurt, sipas të dhënave familjarët e gjetën të miturin pa ndjenja në pishinë dhe lajmëruan menjëherë shërbimet e urgjencës. Ekipet e ndihmës së shpejtë nisën menjëherë manovrat e ringjalljes dhe më pas fëmijën e dërguan në spital. Raporti i policisë thotë se oficerët i kishin njoftuar mjekët se te fëmia kishin vënë re shenja jete, por mjeku Arjan Touisi e shpalli atë të vdekur rreth një orë pasi kishte mbërritur në spital. Rreth 5 orë më pas, punonjësit e zyrës së mjekut ligjor konstatuan se fëmia ende po merrte frymë në morg. Mëteja ju transportua me helikopter drejt një spitali tjetër ku mori trajtim dhe më vonë u rikuperua. Spitali ka bërë të ditur se ka nisur një hetim të plot në këtë rast, të cilin e ka përshkruar si tronditës, ndërsa ka premtuar dhe masa për të përmirësuar procedurat e kujdesit ndaj pacientëve. Ndërkohë, avokati i mjeku deklaroi se për hir të respektit ndaj familjes dhe privatësisë pacientit, në këtë fazë nuk do të jepen komente të tjera.